Këndo e zgjedhni kryetar të ardhshëm të komunës? Nuk dina për ka. Nuk jam e gatshme me dhënë përgjigje. Cili është më i miri? Për Bujar Osmanin. Po. Bujar Osmanin. Për Bujar Osmanin. Unë nuk do të votoj. Për Izetin. Për Izet me gjitin. Nuk e dina, hala s'kena vendosur. Cili sipas ju mendoni që është më i miri? Cili punon më tepër për çfarë? Se të ditë jam partijak, nuk I dina kush si. Për shembull, nëse e kishit zgjedh. Për shembull, unë e kisha mendu do të rrimi I fut në politikë. Pse? Po ma mirë, mund me bë pak ndryshime. Për shkak se asnjë kandidat nuk I plotson ato gjëra që unë I dua prej kryetarit të komunës. Nuk dëshiroj të flas këtë temë. Pse pikërisht për Bujarin? Pse Bujari nuk ka qenë kryetar komune asnjëherë dhe mendoj që duhet, mundet me qenë. Më I miri, është më I shkolluar, më I asi, diplomat. Si apse është doktor, është më I mirë. Ki 23 vite s'ka bo sen, Izeti. Mendoj si Bujari është më I kapshëm për popullatën shqiptare. Pse Izet me gjitin? Sepse ja vlen se ka bo ndryshime dhe po vazhdon të bojë ndryshime në Çajër. E di se punon mirë edhe do punoj edhe ma mirë. A I besoni premtimet që do I bën? Po I besoj. I besoj që do t'i bën se që tu jeton ai. Për vendin e vetë komendrejë shka. Ta shohme, nuk ka qenë kur kryetar komunës Çajrit, ta shohme tash. Pa e provu nuk mujna me ditë. Bujarit, po. Kështu të Izetit tjerë. Tregomni, a jeni I kënaqur nga kryetari I komunës të vitit të kaluar? Jo. Pse? Arsia, pastërtia nuk kanë nivel që duhet. A çfarë ndryshime bëri Izeti vitin e kaluar? Vitin e kaluar? Po vetëm sa e morëm qeverin, do më thonë prej vitit kaluar neve vetëm sa e morëm qeverin, po. Çfarë mungon në komunën e Çajirit? Për momentin nuk mungon pastërtia, pasi që ajo nuk është edhe në kuadër të komunës, po, infrastruktura normal, parqet pa kujdes ma shumë parqeve, po krejt këto nuk janë nën kuadër të tij, kështu që uroj që pas zgjedhjeve kjo do të ndryshon. Nuk jemi kush e di sa të kënaqur. Jemi të dikuna, ma shumë jo. Tregomni çfarë sipas ju mungon në komunën e Çajirit? Në komunën e Çajirit mungon krejt. Krejt mungojnë. Pastërtia, plani urbanistik, krejt mungojnë. Zdi shka ta mirë, është kur gjësë është mirë. Krejt mungojnë. Që këshire? Që çfarë pastërtie, din në tonë të si me konë në apotek, këtu, si në gjubrisht, si në depo. Gjithë shka mungon në komunën e Çajirit. Parqet, gjerbrimet, mbeturina të mëdhaja. Unë dua reset të plotë të sistemit. Aja reset të plotë të sistemit nuk mund të premtohet nga njerëz të cilët tashmë 20 vite kanë qenë edhe njëri edhe tjetri në pushtet. Njerëz të ri, djem të ri me ide, me vizione. Mirë po, fatkeqësisht ato nuk I kemi dhe unë si plak nuk do të votoj. Krejt çdo gjë mungon. Shembull? Pastërtia, shkollimi, shkollat, ujësirësi, detytaria, krejt. Po rrugat me I bo ma të mira, shka qeter. Se di infrastruktura që është me kanalizim, me vodovod që ato se di, a rrugat duhet me I... Shumë sejna, shumë qka. Fatkeqësisht me legalizimet që janë bërë para disa vitesh, komuna e Çajirit nuk ka perspektivë për zhvillim. Se e kanë legalizu edhe trotuaret të cilat kanë qenë të uzurpuar prej neve qytetarëve. Ne kanë dhënë neve në pronë dhe tashmë asnjë pronar nuk e lën pronën e vet që ta shfrytëzojë komuna. Cili duhet të jetë një prioritet I kryetarit të komunës? Po, ndryshime në arsim, ndryshime për të rritë, të ketë zgjidhje dhe vende sa ma përshtatshme, si dhe për pensionerët. Po, prioritet e komunës e ditë shka duhet me bo. Me I bo infrastrukturën që duhet, shka qeter me bo. Politika aty shumë s'ka. Duhet prioritet do të jetë, do të matri do të jenë. A mendoni se zgjedhjet do të janë paqësore dhe demokratike? Duhet me qenë, s'ka pse mos me qenë.
Po, parat do t'jem pasore, nuk besoj se do t'kenë dhe një incident, ndonë se duket se janë në një kontradikt, ose nuk janë në armitësi. Po pasore do të më demokratike. Pse? Për kohë dush voto. Mendoj që do të ketë. Paqësore, po do t'jenë. A demokratike? Se dina. Mendoj, edhe duhet me konë. Nuk e di. Po, mendoj.